Ka nisur sot në qytetin e Korçës zbatimi i projektit të titulluar Media, Policia dhe Investigimi Gazetaresk rreth përdorimit të armëve në mjediset shkollore. Ky është një ndër 3 projektet fitues të ndërmarrë në kuadër të programit Mbështetja e Suedisë për Policinë e Shtetit lidhur me policimin në komunitet. Sipas drejtorit ekzekutiv të projektit Fatos Puto, zbatimi i këtij projekti ka si qëllim parandalimin dhe minimizimin nga policia të pasojave që vijnë nga kërcënimet me armë të ftohta dhe me armë zjarri, siç janë vjedhjet dhe përdhunimet, si dhe identifikimin e më shumë autorëve të këtyre krimeve me ndihmën dhe bashkëpunimin e rinisë shkollore. Një nga qëllimet e këtij projekti është bashkëpunimi i rinisë shkollore me policinë, me qëllim që prezenca e policisë të jetë më e dukshme, të jetë më eficiente në shkolla dhe nga ana tjetër figura e nxënësit, e mësuesit, e pedagogut, e studentit të jetë më prezente në komisariatet e policisë. Ideja është që nxënësit dhe studenti të mos e shohin figurën e policit, kostumin e policit, apo vetë komisarin apo krye komisarin si një figurë pompoze, si një figurë të cilën ata nuk mund të atakojnë dot ose mund të atakojnë me vështirësi, të mos e shohin komisariatin e policisë si një institucion ku vjen vetëm keqbërësit, ku kërkohet llogari keqbërësve, kriminalëve, po ta shikojnë si një institucion me të cilin mund të bashkëpunojnë dhe mund të zgjidhin problemet e tyre. Edhe pse Korça nuk është një rajon shumë problematik në pikpamje të armëve që mund të disponojnë, që mund të kenë nxënësit dhe studentët dhe mund të përdorin këto armë të ftohta brenda mjediseve shkollore, prapë janë konstatuar raste të kësaj natyre, jo vetëm në qytetin e Korçës, por në Devoll, në Pogradec, në Kolonjë. Pra ka raste tentativash, gëzënkash, goditjesh me thik, me kaçavid, si thua për të marrë hakën siç mund ta konceptojnë ata problemin, në një kohë kur mund t'i drejtohen shumë mirë, shumë kollaj komisariatit policisë, jo vetëm me telefonata, por dhe me prezencën e tyre fizike. Ne, një grup mediatik, një grup gazetarësh, do të organizojmë disa konsulta dhe biseda në 2 prej shkollave më të mëdha të mesme të qytetit Korçës, edhe në Pogradec gjithashtu, si dhe në 2 prej shkollave të mëdha gjithashtu 9-vjeçare. Çfarë do të konstatojmë ne këtu? Do të konstatojmë pikërisht këto raste, pra sa të rrezikshëm janë këta persona kriminal, armëmbajtës për jetën e nxënësve, dhe nga ana tjetër do të konstatojmë se sa është mbuluar, si thua, me kamera të vëzhgimit ose kamera sigurie, si kur ndodh në vende të tjera, në disa prej institucioneve kryesore. Siç doli sot nga promovimi i projektit, në disa prej shkollave të mesme, në 2 prej shkollave më duket, ka një prezencë të kamerave të sigurisë. Me këtë nxënësit ndihen dhe studentët shumë më të lehtësuar, pasi tek e fundit nëse një keqbërës do të tentojë, do të guxojë të bjerë në qafë apo jo nxënësve, atëherë ai situash do të bëhet objekt i arrestimit, i ndalimit dhe i dhënies llogari në organet gjyqësore. Përfituesi direkt të projektit do të jenë një grup gazetarësh të rinj investigativ të qarkut, të cilët duke zbatuar metodat e gazetarisë investigative, do të jenë më efektiv në raportimin në media të rasteve të kërcënimeve apo grabitjeve në territoret pranë institucioneve shkollore. Gjithashtu, përfitues do të jenë edhe 1800 nxënës të shkollave të mesme Raqi Qirinxhi dhe Themistokli Gërmenji, 1400 nxënës të shkollave 9-vjeçare Sevasti Qiriazi dhe Mësojntoria, si dhe student të Universitetit Fan Noli.